Ose si drejt për drejt që je Po. pa të cënuar, se këto janë gjëra personale të njeriut. Sa marrin zakonisht reperat e nivelit tuaj për një koncert, po themi? Cilat janë pagesat? Se kemi dëgjuar lloj-lloj shifrash. Dëgjoj, unë jam realist, unë nuk rrenat i kam inati. Kjo është një çështje që nuk e thon të gjithë vërtetën, edhe unë ndoshta mund dyshosh që s'është e vërtetë kjo që po them. Është një pagesë shumë e madhe për 40 minuta në stage, nuk duhet në vlerësuar. Unë kam, po të them edhe herë, kam 15 vjet që bëj koncerte. Hiqi 3 vjet. Ato të paret, i thonë 18. Ja kam kushtu muzikës, më falë o Zot, më shumë për kushtim muzikës e familjes. Kur them falë o Zot, më falë e them, ndoshta kam dash më shumë të jem me familjen, po prap tani jam më shumë më afër se kur me familjen. Mbase bëra atë udhëtimin tënd. Po ishte udhëtimi im, po duhet të them që ja kam kushtu shpirtin, ja kam kushtu rrezikun e jetës, muzikës, çdo gjë, edhe unë marr fiks 10.000 euro për 40 minuta koncert. Në klubet e Tiranës. Shiko, do akuzosh pastaj Partinë Socialiste që të vinë të tatojnë,